Shkolla e mesme bujqësore Mihal Shaini në Ceri ka organizuar shkëmbimin e parë në kuadër të projektit të Super School S4D. Duke mirëpritur 24 nxënës nga shkolla teknike dhe bujqësore me konvikt nga Sjenica e Serbisë, projekti të bashkuar përmes sportit synon të promovojë përfshirjen, punën në grup dhe dialogun ndërkulturor përmes aktiviteteve sportive dhe punëtorive bashkëpunuese. Nxënësit morën pjesë në sfida ekipore dhe aktivitete të përbashkëta që nxisin lojën e ndershme, respektin dhe pjesëmarrjen aktive. Përmes këtij shkëmbimi, organizatorët synojnë të forcojnë bashkëpunimin dhe mirëkuptimin mes të rinjve, duke theksuar rolin e sportit në ndërtimin e komuniteteve më të lidhura dhe gjithëpërfshirëse. Është hera e dytë që kemi këtë shkëmbim eksperiencë mes Shqipërisë dhe Serbisë, konkretisht mes Terikut dhe Sjenicës. Për ne është kënaqësi të jemi sërish bashkë në një projekt të mundësuar në kuadër të sporteve. Sporti bashkon njerëzit të rinj dhe komunitetet e vendeve të ndryshme. Të rinjt përshtaten shumë mirë me njëri tjetrin. Ne jemi të bashkuar përmes sportit. Shkëmbimi i këtyre eksperiencave u shërben më së shumti vetë nxënësve, të cilët shprehen se dëshirojnë që aktivitete të tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Our exchange is called United Truth. Është hera e parë që vizitoj Shqipërinë dhe ndihem shumë i lumtur që jam këtu. Kam krijuar miqësi me nxënësit dhe mezi pres që së shpejti të na ktheni vizitën. Jam shumë i lumtur dhe emocionuar të bëhem pjesë e një projekti të këtij natyre. Është hera ime e parë që marr pjesë në një exchange. Ky exchange quhet Bashkimi ndërmjet sportit, të bashkuar ndërmjet sporteve, ka të bëjë me shkollën tonë nga Ceriku dhe një shkollë nga Sjenica e Serbisë. Ne po kalojmë shumë momente të bukura. Këto exchange, këto përvoja na ndihmojnë shumë që të kemi eksperienca të reja, të shkëmbejmë ide tona dhe gjithashtu të krijojmë miqësi të reja. Tashmë ne kemi krijuar, kemi kaluar shumë momente të bukura, atmosfera ka qenë e mrekullueshme përgjatë këtyre ditëve dhe mezi presim dhe ne që të shkojmë të vizitojmë vendin e tyre dhe gjithmonë t'i ruajmë këto marrëdhënie të bukura që kemi krijuar. Ky shkëmbim shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve mes të rinjve në rajon dhe hap rrugë për bashkëpunime të reja. Iniciativa të tilla pritet vazhdojnë duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin social dhe ndërkulturor të nxënësve.